Policia kufitare ka blokuar 8 mjete ujore në Ksamil për verifikim në kuadër të kontrolleve të shtuara pas ngjarjes së rëndë të ndodhur një ditë më parë. Sipas burimeve dyshohet se këto mjete ujore kanë fuqi motorike më të madhe se norma e lejuar. Për këtë arsye, secili prej tyre do t'i duhet të nënshtrohet verifikimeve teknike dhe ligjore nga policia kufitare. Në rast se do të konstatojnë shkelje, pritet të merren masa ndaj poseduesve të mjeteve. Aksioni vjen pas aksidentit tragjik në ujërat e Ksamilit, ku një 22 vjeçar u përplas me mjetin e policisë kufitare dhe humbi jetën në vend. Ndërkohë mjeti ujor me të cilën udhëtonte i riu është nxjerr nga uji e pritet të nënshtrohet ekspertizës për të sqaruar dinamikën e plotë të ngjarjes. Verifikimet do të përcaktojnë nëse mjetet e bllokuara plotësojnë kriteret teknike dhe ligjore për qarkullimin në det, si dhe nëse janë respektuar rregullat e sigurisë vetare. Policia kufitare pritet të vijojë kontrollet në zonat bregdetare, veçanërisht gjatë sezonit turistik, ku dhe përdorimi i mjeteve ujore është më i lartë dhe kërkon mbikëqyrje më të rrept.